Përshëndetje, shenja e bricjapit. Sot do të zhvillojmë një pyetje rrufet të tipit kush ju xhelozon? Kartat që ranë për ju janë femër kryesore, mal dhe lëvizje. Kjo treshe e kartave tregon për një femër të afërt me ju, ndoshta dikush që ju njeh mirë ose ka ndjekur rrugëtimin tuaj për një kohë të gjatë. Femra kryesore mund të jeni ju vetë në fokus, ose është një grua tjetër që ka vend të rëndësishëm në jetën tuaj. Në këtë rast, më shumë lidhet me një grua rivale, ndoshta e moshës suaj. Mali nënkupton se kjo grua ju sheh si pengesë ose si sfidë. Ajo ndjen se ju e keni kapërcyer një nivel që ajo nuk mundet. Ka ndjesinë se ju jeni më përpara, më të qëndrueshme, më të dukshme apo më të vlerësuara. Karta e lëvizjes tregon se jeta juaj ka ndryshuar, ka avancuar dhe kjo ka krijuar ndjesinë e humbjes ose të frikës te kjo grua. Ajo ka xhelozi për zhvillimin tuaj personal, shpirtëror apo profesional, sepse ju mund të jeni në një fazë ku po ecni përpara, duke lënë pas njerëz ose energji që nuk përputhen më me ritmin tuaj. Unë do të thoja mos u ndalni për të sqaruar xhelozitë të tjerëve. Largësia ndoshta është mbrojtja juaj. Paçim!